Mirë se erdhët në episodin e 3 të podcastit të Faktoje, zgjedhjet përballë fakteve. Sot do të fokusohemi tek një nga projektet që ne në Faktoje e kemi ndjekur më gjatë dhe e kemi më për zemër. Quhet 10 bashki 40 premtime dhe fokusohet tek zgjedhjet lokale. Pra Faktoje bën një monitorim të vazhdueshëm të transparencës dhe të mbajtjes apo jo të premtimeve nga kryebashkiakët që kanë fituar zgjedhjet në 10 bashki të vendit. Ky epizod do të ndahet në 2 pjesë. Fillimisht do të shohim se si bëhet monitorimi i transparencës dhe i mbajtjes apo jo të premtimeve nga kryetarët e bashkive, dhe në pjesën e dytë do të fokusohemi tek fondi social, që është një instrument financiar që bashkitë e përdorin për të mbështetur grupet më vulnerabël. Për pjesën e parë me mua është Ajmona Vogli, menaxheri editoriale e Faktoje, që e ka ndikur shumë nga afër këtë projekt. Faleminderit Mona që je këtu me mua. Faleminderit shumë. Atëherë, për të bërë një përshkrim të përgjithshëm, çfarë është projekti 10 bashki 40 premtime dhe pse ka rëndësi ai? 10 bashki 40 premtime është një titull i cili targeton drejt për drejt nxitjen e llogaridhënies në nivel vendor. Kur themi premtime elektorale, sidomos të pushtetit vendor, kemi të bëjmë me premtime që kanë në fokus nevojat më bazike të qytetarëve, nevoja që janë të komunitetit, që janë të njerëzve të jetës së përditshme dhe që kanë një impakt shumë të madh në përditshmërinë. Fillimisht 10 bashki dhe 40 premtime ka lindur në një moment ku sidomos procesi i këshillave bashkiak ishte në një krizë, mungonte tërësisht opozita dhe ishte e nevojshme që të kishte një sy i cili monitoronte bashkitë në disa procese shumë të rëndësishme në jetën e qytetarëve, që ishte jo vetëm procesi i të bërit publik dhe të aksesit në informacion, por edhe ishte shumë e rëndësishme që të monitorohej pjesa e zhvillimit të mbledhjeve të këshillave bashkiak, të vendimeve që merreshin dhe se si ato impaktonin në jetën e përditshme. Po thua për vitin 2019, pikërisht kur ishte opozita nuk ishte. Kur nuk ishte opozita, dhe atëherë ka filluar dhe ka marrë jetë projekti në fjalë. Më pas është një projekt i cili ka veç se ka qenë konstant dhe ka pasur një vimësi, ka pasur edhe një evolim në sensin që pas 19-s, pas tërmetit, u përfshin dhe 5 bashki të tjera, të cilat ishin bashki të cilat ishin të impaktuara në mënyrë të drejt për drejt nga qoftë nga tërmeti dhe më pas nga procesi i rindërtimit. Ndërkohë ka pasur edhe një round tjetër elektoral ku janë bërë premtime, kështu që bashkitë, pavarësisht se titulli i projektit është 10 bashki dhe 40 premtime, në harkun kohor të 5 viteve kanë qenë rreth 21 të monitoruara, me një metodologji e cila fokusin e ka pasur tek 4 premtime të dhëna gjatë procesit të fushatës elektorale. Ndalemi pak këtu. Pjesë e rëndësishme e projektit është pikërisht verifikimi i mbajtjes apo jo të premtimeve të atyre që bëhen kryetar bashkie mbas zgjedhjeve. Por qytetarët, sidomos ato që jetojnë në këto bashki, e shohin atë që ndodh dhe mund të thonë, po, ky premtim nuk është mbajtur, e çfarë pastaj? Çfarë qëllimi ka përtej verifikimit ky projekt? Ky projekt ka një rëndësi pasi vërtet në qytet, në bashkitë në të cilat ne monitorojmë, qytetarët kanë një informacion, kanë mund të dinë ose jo mbajtjen e një premtimi ose dhënien e një afati për përfundimin e një premtimi. Por në nivel qendror nuk dihet. Shpeshherë edhe nga mungesa e medjave ose gazetarëve lokal, të cilët pasqyrojnë ose jo informacionin, e bën shumë më të rëndësishëm edhe amplifikimin dhe dhënien zë të të vijimit të premtimeve. Nëse në një fushat elektorale X premtim është dhënë dhe është marrë i mirëqënë që do bëhet pasi e ka thënë kryetari i bashkisë, ne jemi aty për t'i rikujtuar, po jo vetëm një audiencë lokale, po dhe një audiencë më gjithëpërfshirëse. Është e rëndësishme një mekanizëm shumë i rëndësishëm që ka procesi monitorimit, që është krijimi një rrjeti gazetarësh lokal, të cilët
janë trajnuar në mënyrë periodike për të ndjekur procese qoftë monitorimit, por edhe pjesëmarrje në këshillave bashkiake, mënyrën se si duhet monitorojnë në bazë të legjislacionit në fuqi, duke pasur deri diku një element vendor, pra një rrjet vendor i cili monitoron, është një mekanizëm i cili në mënyrë periodike informon dhe mbledh të dhëna në një database e cila është në aksesin e të gjithëve. Pra, nga lokali, nga pozicioni lokal, kjo database nëpërmjet faktojes vjet dhe shtrihet në nivel të përgjithshëm, flasim në nivel në gjithë Shqipërinë, për të dhënë edhe një informacion të plotë. Tjetër gjë është, për shembull, premtohet shpeshherë për premtime të cilat janë bazike. Vijon premtohet për ujë 24 orë, vijohet një premtim tjetër janë shkollat, rindërtimi i shkollave etj. Dhe janë premtime që, siç e thash në fillim, janë shumë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, rekonstruksioni i rrugëve etj. Dhe është shumë e rëndësishme për të mbajtur një lloj linje për të ditur se ku ka ngecur procese të caktuara, sa herë është përsëritur, jo vetëm dhe sa herë shkohet, sa herë ka një round zgjedhjesh, shkohet dhe shpeshherë ripremtohen njëjta gjëra edhe për disa mandate rresht. Dhe në fund mbasi bëhet përpunimi i të dhënave, gjetje dhe gjithçka, ju këto i prezantoni dhe përpara bashkive, pra i vini ato si të thuash përpara përgjegjësisë për punën e kryer dhe ato jo? Po. Kjo është gjithashtu shumë e rëndësishme. Është një proces i cili fillon me monitorimin, fillon me mbledhjen e datave, fillon me publikimin e shkrimeve, artikujve publik, dhe në fund fare një element i rëndësishëm është që ne këto të dhëna i konsultojmë dhe me bashkitë, qoftë nëpërmjet kanaleve zyrtare të komunikimit, duke i dërguar informacion, duke i dërguar raportin, po edhe nëpërmjet takimeve të konsultimit që janë të rëndësishme, ku ftohen jo vetëm përfaqësues bashkisë dhe këshillave bashkiake, po edhe organizata shoqërisë civile, gazetarë lokal dhe grupe të interesuar. Duke i pikëzuar bashkitë në një rend, qoftë për pjesën e mbajtjes premtimeve, por edhe qoftë për pjesën e transparencës, për bërjen e transparencës për informacionin publik në faqet e tyre zyrtare, deri diku ne jo vetëm i informojmë, i konsultojmë, po i vëmë edhe në dukje disa elemente që ka nevojë të përmirësohen në punën e tyre, me gjithë qëllimin për t'i nxitur, për të bërë sa më shumë transparencë dhe për t'i ardhur në ndihmë dhe për t'u përgjigjur nevojave të qytetarëve. Në 5 vjet që Faktoje e ka zhvilluar këtë projekt, sa janë bashkitë që janë monitoruar dhe cilat janë gjetjet, rezultatet apo korniza që pikturojnë rezultatet e gjetura nga ju? Atëherë, në çdo vit ne monitorojmë një grup që është diku ke 10 targeti, është 10 bashki, me përjashtim të një viti që ka qenë 15 bashki. Në 5 vjet kemi monitoruar 21 bashki, ku përfshin bashki të mëdha, por edhe bashki të vogla, për të parë edhe për t'i dhënë mundësinë edhe atyre bashkive që ndoshta ndonjëherë për mungesë kapacitetesh, mungesë edhe ekspertizësh ose burimeve njerëzore, t'i vëmë në dukje disa elementë që kanë nevojë të përmirësohen në punën e përditshme. Gjetjet për sa i përket transparencës është që në nivel të përgjithshëm transparenca, e cila matet përmes 16 indikatorësh, ka ardhur në rritje. Pra, nga viti 2019 deri më tani, në raportin e fundit të 2024-s, është vënë re që nuk kemi më bashki në nivelin 50% të transparencës, që tregon që është një shenjë mirë. Ndërkohë ka bashki të cilët vazhdimisht kanë patur një rritje, le të themi, në performancën e tyre. Ndërtohet se Bashkia e Lezhës, e cila në vitin e parë që është monitoruar, ka qenë diku ke 60%, dhe aktualisht prej 2 vitesh, nëse s'gaboj rresht, është bashkia e cila performon me nivel 100%, pra me 16 indikatorët e plotësuar.
Kjo mund të themi për transparencën që është një trend i mirë që bën që edhe puna jon konsistente në 5 vjet ka pasur një impakt të mirë dhe ka sjellë edhe rezultat dhe ka bërë që bashkitë të bëhen më transparente me qytetarët. Për sa i përket premtimeve, jam monitoruar diku ke 135 premtime. Në sa bashki në total? Në 21 bashki. Në 21 bashki dhe 76 premtime janë të konsideruara të pambajtura, 25 të mbajtura dhe 34 pjesërisht të mbajtura. Pra, kur themi pjesërisht të mbajtura, pjesërisht të mbajtura që ka filluar procesi, diku pra, nuk është një premtim, ka dhe afatin që lidhet me mandatin e kryetarit të bashkisë. Pra, në vitin e parë të monitorimit mund të ketë ndodhur që për atë premtim mos ketë ndodhur asgjë, mos ketë pasur asnjë zhvillim dhe ne cilësojmë të pambajtur. Vitin e dytë që rimonitorojmë, shikojmë që mund të ketë patur një zhvillim, mund të jetë alokuar fond në buxhet, mund të ketë filluar projekti, mund të ketë pasur, por nuk është përfunduar, pra rezultati, premtimi i bërë tek qytetari nuk ka përfunduar, kështu që ne e konsiderojmë pjesërisht të mbajtur, duke vlerësuar dhe iniciativën e nisjes punës, por duke mos e kornizuar që është i mbajtur dhe është diçka që është e përfunduar. Kështu që në monitorimin e vitit të ardhshëm rishihet nëse njëti provim, nëse njëti premtim do të jetë ose jo i kategorizuar në këtë mënyrë. Pra, mund të themi që edhe nëse transparenca e bashkive matur nga këto 16 indikatorë ka filluar të përmirësohet dhe ka vijuar përmirësimin vit për vit pak në për një pjesë bashkive, tek premtimet puna ende çalon. Është vërtet. Mirë, Mona, unë të falenderoj shumë që ishe këtu me mua. Në pjesën e dytë do të jemi me eksperten ligjore Erisa Proko për të folur pikërisht për fondin social. Na ndiqni. Erisa, mirë se erdhe dhe faleminderit për kohën. Shumë faleminderit që më ftuat, edhe kënaqësi që gjendem me ju. Ti ke bërë një vëzhgim të gjerë dhe një analizë të dhënave për të gjitha bashkitë lidhur me fondin social. Por fillimisht do më shpjegosh çfarë është fondi social dhe çfarë qëllimi ka ky lloj instrumenti? E kuptoj. Në fakt ka qenë një ushtrim shumë interesant. Edhe fondi social në fakt është një instrument financiar ose një mekanizëm financiar që vjet në dispozicion të njësive të vetë qeverisës vendore dhe është një mekanizëm bashkëpunimi. Domethënë është një mekanizëm, një bashkëfinancim, bashkëfinancues midis qeverisë qendrore dhe qeverisë vendore. Dhe qëllimi kryesor e ka për të forcuar më tej, po themi, jo vetëm kapacitetet administruese, por edhe standardet në lidhje me ofrimin e shërbimeve të kujdesit shoqëror në territorin e bashkive. E them që është një mekanizëm financiar, pasi në thelb të tij ka vënë në dispozicion të fondeve, prandaj quhet edhe fondi social. Pra ka një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe njësive të vetë qeverisës vendore, në mënyrë që këto të fundit, duke shfrytzuar këto kapacitete, po themi financiare, të mund të ofrojnë shërbimet shoqërore, të kujdesit shoqëror në territor, shportën bazë, po themi, këtyre shërbimeve, por edhe për të krijuar shërbime të reja. Pra, domethënë është një lloj kujdesi për sigurimin e një lloj qëndrueshmërie për shërbimet ekzistuese në territor, ato që ofrohen tashmë nga bashkitë, por edhe mundësinë për të krijuar shërbime të reja. Ky mekanizëm, po themi, ka 5 vjet, jemi në vitin e 6 në fakt të zbatimit të tij, që prej vitit 2019 dhe ka filluar të ketë një lloj zhvillimi dhe një lloj, po themi, evoluimi pozitiv në bashki. Nëse po themi në vitin 2019 kishim një numër shumë të vogël bashkish të cilat aplikonin për të përfituar nga ky fond social, sot kemi një gamë shumë të gjerë. Domethënë vetëm rreth 15 bashki nuk kanë përfituar ndonjëherë nga ky fond social. Pra, fondi është i ministrisë dhe aplikojnë bashkitë për ta përfituar? Po, është një fond i cili vjen në dispozicion nga buxheti i shtetit dhe absolutisht bëhet një lloj alokimi bazuar në një aplikim paraprak të bashkive. Dhe kur vjen aplikimi, vjen me një projekt specifik. Pra, me një projekt për të ofruar shërbime të munguara në bashki,
domethënë për krijimin e shërbimeve të reja apo edhe për forcimin dhe vijshmërinë e ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror ekzistuese në bashki. Dhe kjo patjetër që ka nevojë edhe për një lloj gatishmërie, një lloj angazhimi nga vetë po themi bashkitë, për të vënë dispozicion edhe stafin përkatës, domethënë sepse është shumë e vështirë. E dim që jo të gjitha bashkitë kanë kapacitete njerëzore të mjaftueshme dhe të specializuara për të ofruar këto lloj shërbimesh. Dhe kryesisht duhet ky angazhimi, domethënë ka nevojë për këtë lloj angazhimi, sepse këtu bëhet fjalë për shërbime të cilat do t'i ofrohen komunitetit e para dhe jo të gjithë komunitetit, por kryesisht atyre të cilët janë në nevojë. Janë kategori dhe këtu shkojmë edhe pak edhe te kategoria përfituese. Eksakt. Për cilët është ai fokusuar më shumë? Janë kategoritë e popullatës të cilat janë në nevojë. Po themi të listoj disa prej tyre sepse është një listë shumë e gjatë që parashikohet edhe në kuadrin ligjor. Kemi të moshuarit në kushtet e vetmisë, domethënë janë të moshuarit e vetmuar, kemi fëmijët në situatë risku, kemi gratë të cilat janë subjekti i po themi i dhunës në familje, kemi personat me aftësi të kufizuara, kemi një gamë shumë të gjerë, po themi personat tetraplegjik, paraplegjik, të cilët nuk kanë mundësi për të shkuar pranë qendrave komunitare për të aksesuar këto shërbime. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jenë institucionet shtetërore, ato që ju vinë në ndihmë dhe ato që ju vinë po themi ju shkojnë aty ku ata kanë nevojë. Edhe në këtë kuadër edhe këto po themi ofrimi këtyre shërbimeve rezidenciale, shërbimeve të integruara komunitare, ngritja këtyre qendrave multidisiplinore po themi dhe që janë në dispozicion realisht të gjithë komunitetit, duke ofruar shërbime nga më të ndryshmet. Po themi shërbime rezidenciale, kur themi shërbime rezidenciale janë shërbimet në banesë, pra shkon institucioni apo shkojnë përfaqësuesit tek personat në nevojë, kryesisht moshuarit, personat me aftësi të kufizuar, etj. Kështu që ka një impakt të madh, po themi, fondi social dhe mënyra se si menaxhohet, mënyra se si edhe ky angazhimi për të ofruar dhe për të qëndruar sa më pranë komunitetit, absolutisht ka një impakt. Dhe është drejt për drejt është i ndjeshëm, domethënë ndjehet dhe duhet të matet praktikisht. Dhe ti e ke bërë një matje deri diku të paktën të sa bashki kanë aplikuar, sa fonde kanë arritur të përfitojnë dhe si janë alokuar këto fonde. Është shumë, domethënë ne kemi bërë një ushtrim, prandaj thash ishte shumë interesant. Fondi social është kompleks në vetvete, domethënë sepse ka shumë po themi ka shumë hapësira për të hulumtuar edhe për të analizuar që nga mënyra se si po themi aplikohet, me çfarë shërbimesh vijnë, cilat janë nevojat, a janë identifikuar në kohë, si janë të reflektuara këto, po themi në dokumentat politike strategjike të vetë bashkive, që janë planet sociale vendore, që është një parakusht për të përfituar nga fondi social, sepse patjetër ti duhet të kesh një vizion si njësi i vetë qeverisë vendore, ti duhet të kesh një vizion se çfarë je duke bërë dhe çfarë do të arrish, edhe se si cilat janë mekanizmat për të qëndruar më afër dhe për të ardhur në ndihmë dhe për të ofruar këto lloj shërbimesh në territor. Pra është shumë kompleks si mekanizëm dhe ka shumë faqe për të ulumtuar. Ushtrimi që ne kemi bërë në fakt konsistonte kryesisht te mënyra se si ishin vënë në dispozicion këto fonde, sa ishin, më vlera specifike të tyre, cilat ishin kategoritë të cilat kishin përfituar nga fondi social. Dhe kjo është bërë për një periudhë kohore për vitin 2023 dhe 2024. Pasi aplikimet për vitin 2025 janë mbyllur diku nga 25 tetori i vitit 2024. Domethënë kalonte përtej po themi periudhës monitorimit nga faktoje. Shumë interesante ishte, edhe gjetjet kanë qenë shumë interesante sepse praktikisht e kemi ndërtuar në dy kanale, edhe me mënyrën e kërkimit. E para ishte jemi drejtuar me një kërkesë zyrtare, kërkesë për informacion bashkive, të 61 bashkive, vetë Ministrisë Shërbimit Social Shtetëror, që është një institucion i cili jo vetëm lidh marrëveshjet, domethënë është pala zyrtare në shkrimit të marrëveshjes midis bashkive, por edhe bën edhe pjesën e monitorimit dhe të ekzekutimit, ndjek ekzekutimin e fondit social. Dhe gjithashtu edhe Ministrinë e Financave, sepse pa Ministrinë e Financave është burimi. Është burimi. Kështu që dhe paralelisht me këtë kemi bërë edhe një kontroll patjetër
po themi në mënyrë proaktive të gjitha faqeve zyrtare të këtyre institucioneve për të kuptuar nivelin e transparencës, a ishte ky informacion i disponueshëm në A ishte ky informacion i disponueshëm? Jo, fatkeqësisht jo. Domethënë asnjë për institucioneve nuk kishte informacion në lidhje me fondin social. Domethënë kishte pak, ministria ka pasur pak përshkrim për mënyrën se si por jo të dhëna specifike. Po jo të dhëna. Pra është dashur një kërkesë për çdo bashki. Për secilën bashki është mbledhur informacion nëpërmjet kërkesave për informacion, ka qenë një sfidë më vete. Është fatkeqësi thuash në fakt që mbas 11 vitesh zbatimit të ligjit për drejtën e informimit, vijoj mende të kemi problematika në kthim përgjigje dhe pa shkuar përtej edhe pa pretenduar që kjo përgjigje të vijë brenda afateve ligjore. Apo që të jetë plot. Edhe të jetë plot e sakt me të gjitha të dhënat. Dhe të njëjtin ushtrim e kemi bërë edhe me institucionet e tjera. Pra informacionin e kemi marrë nga Ministria e Shëndetësisë, nga Ministria e Financave, nga Shërbimi Social Shtetror. Këto të dhëna pastaj u kryqëzuan. Po, dhe u përpunuan. Cilat ishin rezultatet? Rezultatet ishin që kishte shumë të dhëna të cilat nuk përputheshin. Qëllimi kryesor ishte patjetër që të përdornim informacione nga burime zyrtare, sepse vetëm ashtu mund të përputheshin të institucioneve të ndryshme. Po, për të njëjtën temë. Eksakt. Domethënë për të njëjtin shërbim që ofrohej, po themi në një bashki të caktuar, informacioni që deklarohej nga bashkia me informacionin që i jepej nga Shërbimi Social Shtetror dhe nga Ministria nuk përputheshin. Domethënë kishte raste kur asnjëra nga këto dëna nuk përputheshin njëra tjetrën. Kishte raste kur po themi informacioni i dhënë nga Ministria dhe Shërbimi Social Shtetror nuk përputheshin me dënat me deklaratën e bashkisë. Dhe këtu mund të përmend për shembull se më vjen natyrshëm ta them se mbaj mend rastin e Bashkisë Elbasan për shembull që për vitin 2024 deklaronte që kishte përfituar 300.000 euro nga fondi social. Dhe që ishte një shifër që shkonte përtej të logjikshme se dhe ishte shumë e çuditshme domethënë ta shifje sepse pak a shumë ne ishim mësuar me vlera të cilat shkonin në përputhje edhe me skemën e përfitimit të fondit social, sepse fondi social ka një skemë të vetëm, që është 90% në vitin e parë të financimit, 60%. Sa për çfarë fondi bëhet fjalë? Cila është kjo është në varësi të vlerës, kjo është në varësi të vlerës që i alokohet vetë bashkisë. Po. Ka raste që mund të jenë 4 milione pak, 1 milion e pak, është në varësi dhe në varësi të vitit të zbatimit ku janë. Pra që përkon me këtë përqindjen që po themi edhe skemën, që është 90% vitin e parë, 60% vitin e dytë dhe 30% në vitet e tjera. E them në vitet e tjera sepse edhe këtu kishim një lloj paqartësie. Se praktikisht gjithmonë është thënë që skema e fondit social ka një jetëgjatësi deri diku 3 vjeçare. Që përkon edhe me, po themi, afatet e planeve vendore sociale, shkon në linjë me to, duke qenë si parakusht, më thëmë, për të përfituar, dhe nuk e kuptonim sepse shifnim që kishte bashki të cilat ishin në vitin e 4 apo në vitin e 5 të zbatimit të tyre. Gjithsesi, kjo ekziston si hapësirë në kuadrin ligjor që bashkitë edhe përtej vitit të 3, po themi, në rastet kur ka një nivel performance të mirë, të lartë, ku ju jepet një shans për të vijuar me këtë skemën 30% edhe në vitet vijuese. Por gjithsesi, qëllimi kryesor i fondit social nuk është që të jetë aty për bashkitë gjatë gjithë kohës. Domethënë ideja është që ky është një mekanizëm i cili vendoset në dispozicion bashkisë dhe në përfundim të këtij cikli, të kësaj skeme, të duhet që stafeta të merret nga vetë bashkitë. Dhe kjo pastaj përkthehet edhe në një lloj qëndrueshmërie në ofrimin e këtyre shërbimeve. Pse? Sepse bashkia nga ana tjetër duhet marrë të gjitha masat përkatëse që jo vetëm në planet strategjike, po themi në planet vendore, duhet parashikoj se vizionin se ku duhet të shkojmë në ofrimin e këtyre shërbimeve, por duhet të vënë në dispozicion edhe mjetet financiare për ta mbajtur të qëndrueshëm këtë si mekanizëm. Dhe ky është qëllimi kryesor. Domethënë, patjetër që duhet menaxhohet pastaj nga vetë bashkia i gjithë procesi. Kështu që është për t'u parë tani se si këto bashki do jenë të afta për ta çuar para të vetme. Deri tani nuk ka një bashki, doja të pyesja, ka një shembull i cili të ketë përfunduar këtë ciklin dhe ta ketë vijuar shërbimin. Edhe kjo lidhet drejt për së drejtë edhe me parashikimet buxhetore. Pavarësisht se plani vendor social është i kostuar, duhet të jetë i kostuar praktikisht.
bashkitë duhet që në buxhetet e tyre të kenë të parashikuara fonde specifike për vijimin e ofrimit të shërbimeve. Dhe Ministria e Financave për shembull, pavarësisht deklaratave të bashkive që po kemi fonde, kemi parashikuar fonde specifike në PBA 2025-2027, Ministria e Financave tha dhe ktheu përgjigje zyrtare, ku tha asnjë nga bashkitë nuk ka asgjë të parashikuar për sa i përket fondit social në projekt buxhetet e tyre. Kështu që tani është nuk e di domethënë kjo paqartësia dhe ky dyzimi i këtyre informacioneve është për të parë dhe për të vlerësuar më tej. Po e rëndësishme është që të gjithë të duhet të flasim të njëjtën gjuhë për sa i përket shifrave. Shifrave patjetër. Dhe ky është një nga gjetjet tona e para lidhej me çështjen e transparencës, që informacioni nuk konsiderohet transparent vetëm kur është i publikuar në faqe, që në fakt nuk është për momentin. Por duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm. Patjetër. Domethënë nuk duhet të jetë i fshehur në përfaqe dhe të bëhet absolutisht shumë i vështirë pastaj për t'u aksesuar. Dhe tjetra duhet të jetë në një format të përpunueshëm. Sepse dhe kjo vështirëson shumë procesin. Dhe duke parë që mbledhja e të dhënave dhe vënia në dispozicion e dhënave ishte një proces manual, domethënë kuptohej që edhe mbledhja e këtyre dhënave, po themi vlerave, gjitha me radhë, ishte manual dukej gabimi njerëzor ose mundësia për gabim njerëzor shumë e madhe. Shumë e lartë. Ashtu siç mund të jetë edhe gabimi njerëzor, po themi në personin i cili merr këto dhëna dhe i përpunon. Nëse bën data entry vet, absolutisht që marrëshi i gabimit do jetë prezant. Edhe gabimi njerëzor është aty. Kështu që një nga rekomandimet tona lidhej me faktin që këto të dhëna do duhet të jenë të transparente. Po, jo në fakt keni qenë në konsultimet që ka bërë Faktoje dhe doja të pyesja cilat kanë qenë rekomandimet kryesore përpos këtij të transparencës që sapo. Kryesorja ishte transparenca. Domethënë është minimumi, është një kërkesë, baza nga punënisesh. Është një kërkesë minimale. E kuptoj shumë ngarkesën e bashkive, edhe të gjitha institucioneve shtetërore që në thonjza do të thoya mbyten nga kërkesat për informacion. Po ka një ilaç edhe për këtë, se në momentin që ti e vën në dispozicion informacionin aty, e heq një bar nga vetja, po themi, apo nga institucioni, dhe informacioni është i aksesueshëm lehtësisht, mund të përpunohet, domethënë dhe nuk të çon më njëri kërkesë për informacion për atë. Eksakt, të çon, po ndoshta për gjëra më specifike dhe mund të jenë shtesë. Kështu që kjo është një kërkesë minimale për mendimin tim. Domethënë të gjitha informacionet duhet të jenë atje. E dyta është që tashmë në Shqipëri kemi një ligj të ri i cili ka hyrë në fuqinë në vitin 2022, duket është ligji numër 33/2022, që lidhet me të dhënat e hapura dhe ripërdorimin e informacionit në sektorin publik. Absolutisht ka nevojë për po themi për plotësimin me kuadrin e ligjor, me aktet në ligjore, në mënyrë që të bëhet funksional, por qëllimi kryesor është që këto të dhënat të vijnë në dispozicion, të jenë aty, të aksesueshme, të jenë në formate të përpunueshme, lehtësisht të përpunueshme dhe të ofrohen pa pagesë, pa kërkesë, domethënë. Dhe kjo bëhet jo vetëm për qëllime, po themi researchi, po për shumë qëllime të tjera për të gjithë palët e interesuara për të përpunuar këtë lloj informacioni publik. Kështu që edhe kjo ngelet për të parë, sepse edhe këtë përgjegjësi e ka marrë komisioneri për drejtë e informimit dhe mbrojtjes së dhënave personale, kështu që duhet parë në çik në vijim si do reagojnë edhe sa bashkëpunuese do jenë edhe këto bashki. Kjo për sa i përket pjesës së transparencës. Një element tjetër, një rekomandim tjetër lidhej në lidhje me mënyrën e mbajtjes së këtyre të dhënave. Domethënë ne e pam që kishte mospërputhje, patjetër. Dhe kishte mospërputhje të mëdha, domethënë ishin vlera të konsiderueshme. Mirë po, duke i parë këtë mospërputhje, ti nuk arrije do të kuptoje që cila nga palët çalonte, cili burim çalonte. Domethënë ishte vetë bashkia e cila nuk kishte raportuar sakt, është ministria apo shërbimi social shtetëror, sepse do ta kuptoje që nëse shërbimi social shtetëror dhe ministria kanë të njëjtën vlerë, atëherë problematika qëndron tek bashkia në mënyrën se si e raporton. Por pam që kishte edhe raste kur të treja këto burime nuk përplaseshin me njëra tjetrën. Që do të thotë që të gjithë palët, jo vetëm ato institucionale që po themi e regjistrojnë këtë të dhënë, e përpunojnë, e mbajnë, e ndajnë, duhet të flasin të njëjtën gjuhë, po duhet të flasin të njëjtën gjuhë edhe me palët të cilat
janë palë të jashtme, palë të interesuara për të ditur dhe për të kuptuar më shumë në lidhje me këto shifra. Kështu që kjo pjesa e bashkërendimit, e një lloj po themi bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional e para shumë e rëndësishme, që të gjithë të jenë në të njëjtën faqe, të lexojnë të njëjtën gjë dhe të kuptojnë të njëjtën gjë. Sepse eksakt, domethënë të jetë të kuptueshme dhe të kuptojmë të njëjtën gjë. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe pastaj mekanizmat për ta ndërtuar këtë dhe për ta mundësuar këtë është në dorën e institucioneve për ta gjetur si mekanizëm, por është shumë i rëndësishëm që të jetë, të ekzistojë, të formohet, të ngrihet një lloj, jo vetëm e thash domethënë, vetëm koordinimi ndërinstitucional se mund të ekzistojë. Problemi është që të reflektojë të njëjtën të dhënë, të produkti të jetë i njëjtë. Produkti të jetë i absorbueshëm dhe mos e kemi këtë dyzimin që kush e ka të saktë tani, apo të shkosh të kthehesh te institucioni dhe të zgjatet kaq shumë ajo gjë që duhet ishte ajo që thjesht për të marrë dhe të fokusohesh tek analiza në fakt. Në çdo rast ti shikon pas aktësi, kthesh te institucioni, po është gabim, pastaj të del diçka tjetër dhe në fund fare ti vë një pikë pyetje shumë të madhe në proces se thua tani këto të dhëna a janë të sakta apo jo. Domethënë vjen në sidomos kur është viti i 5 që aplikohet dhe të duhet kishte një lloj metodologjie për ta. Duhet, patjetër. Edhe një gjë tjetër në lidhje me pjesën e kategorive të cilat përfitojnë kur u pyetën bashkit në fakt, u pyetën me qëllimin që pavarësisht, po themi për të gjithë përfituesve, të gjithë kategorive të përfituesve që ligji i parashikon, cilat ishin prioritetet e bashkisë. Po. Domethënë kë prioritizon, edhe në qoftë se janë duke ofruar për cilën kategori. Përgjigjja kryesisht e gjitha bashkive ishte ajo çfarë parashikon ligji, sepse pra të gjitha. Eksakt. Ndërkohë që e dim shumë mirë që ka bashki që mund të jenë duke ofruar vetëm një shërbim. Një të vetëm. Po, dhe këtu doja të të pyesja që sa projekte njëkohësisht fillon bashkia nga ky i mbështetur nga ky fond social. Shiko, ka bashki për shembull, ka 2-3 bashki të cilat ofrojnë më shumë se një shërbim nëpërmjet fondit social. Domethënë kanë 2. Po jo për të gjitha, si ishin disa kategori. Jo për të gjitha. Kështu që ne e kërkuam këtë informacion pikërisht për të kuptuar që ku jeni tani dhe ku është fokusi, sepse ka një lloj prioritizimi, ka nevojë për një lloj prioritizimi. Edhe ministria për shembull, për 2025, ndërkohë që ministria po çu fliste dhe ka bërë një takim edhe me të gjithë kryebashkiakët, ka listuar një sër prioritetesh për vitin 2025. Për shembull ka përmendur shërbimet të shëndetit mendor, që patjetër që kanë një nevojë për të qenë aty për të adresuar këtë lloj po themi shqetësimi. Dhe që nuk ka qenë në fokus po themi të bashkive, nuk ka qenë një prioritet. Po që është një prioritet i identifikuar tashmë nga ministria dhe i nxitur po themi për kundrejt bashkive për të aplikuar për të ofruar këtë shërbim. Ose janë shërbimet komunitare rezidenciale për të moshuarit e vetmuar, se e dim që është një numër në rritje tashmë, edhe për shkak të emigrimit, eksakt, një sër faktorësh domethënë. Absolutisht. Apo ka shërbime për të rriturit me spektrin autik, apo për persona që janë me pavësi të kufizuar mbi 21 vjeç. Që prapë është një kategori shumë specifike dhe nuk e gjen rëndom të ofruar apo të gatshëm për të ofruar, sepse ka vështirësi jo vetëm në ofrimin e shërbimit. Eksakt, dhe ka po themi edhe vështirësi në gjetjen e ambienteve të përshtatshme për të ofruar shërbime të caktuara, apo edhe të stafit të specializuar i cili duhet të jetë aty në dispozicion për të ofruar këtë shërbim. Se pa i pasur këto 2 element, ti je në pamundësi pastaj. Eksakt. Kështu që edhe në kuadër të këtyre lloj prioritizimeve që ka bërë edhe vetë ministria, dhe që ministria pretendon që ka dhe një hartë digjitale të nevojave për shërbime sociale, është shumë e rëndësishme që secila nga këto bashki të ketë prioritetet e vet. Dhe ti thot, cilat janë prioritetet në fakt. Shumë shpesh e gjetëm që thjesht kishin listuar çfarë parashikonte ligji. Edhe kjo prap ka nevojë domethënë për adresim, kështu që duhet punuar pak edhe me vetë bashkit. Ose bashkit vogla për shembull kuptohet shumë qartësisht që nuk kanë kapacitete as për të aplikuar. Nuk e bëjnë dot. Ose edhe nëse e bëjnë, pastaj janë të pamundura për të ofruar këtë shërbim dhe këtu është patjetër një mundësi shumë e mirë për të bashkëpunuar me shoqërinë civile, që është prezente po themi në komunitet, që ofron shërbime që i ka bërë prej vitesh këtë si proces. Që ndihmon grupet e tjera. Absolutisht. Po, dhe
këto partneritete pastaj mundësi për të krijuar partneritete bashkit, patjetër që është një ndihmë shumë e madhe. Dhe duhet ta shohin edhe këtë si mundësi. Pra, bashkisë jepet dispozicion për të eksploruar absolutisht të gjitha mundësitë për ta vënë në funksion edhe për të pasur, po them, një output sa më pozitiv, sepse bëhet fjalë për komunitetin në fund. E po duke u bazuar te ajo që the që të paktën në këto 5 vite ka patur një farë përmirësimi, mbase shpresojmë që bashkitë të bëjmë përparime edhe bazuar mbi rekomandimet që ju e keni bërë. Absolutisht, është shumë e rëndësishme në fakt sepse duhet të parë një proces që nuk ndodh vetëm në bashki. Domethënë janë shumë aktorë të përfshirë. Edhe kjo nevoja për mbështetje duhet jetë atje. Edhe pjesa e monitorimit që bëhet, un kam përshtypjen që është një incentiv pozitive. Patjetër. Sepse monitorimi në thelb nuk ka për qëllim për të evidentuar mangësitë. Po patjetër. Po për të bërë një transparencë, për të kuptuar se kush ndron. Për të kuptuar edhe nevojat ndoshta, sepse ndonjëherë kjo mos performanca, mungesa e performancës vjen edhe për shkak të mungesës së burimeve, mungesës në nevojave. Domethënë duhet bërë një ky komunikimi. Eksakt. Domethënë duhet bërë sa më i qetë edhe sa më paqësor në kuptimin që jemi këtu për dialoguar, për gjetur zgjidhje bashkë, edhe mundësi si mund t'ju ndihmojmë, domethënë si këto partnerë të jashtëm janë në funksion të bashkive. Erisa, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Për informacion.